Në kuvent është depozituar projektligji për buxhetin e vitit 2026. Në këtë dokument, Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka përcaktuar reformat me synim rritjen e cilësisë së mësimdhënies, përshtatjen e arsimit dhe nevojave të tregut të punës, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së të rinjve përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre në aktivitete rinore dhe sportive. Fokusi kryesor i politikave të reja do të jetë mbështetja e arsimit bazë dhe të mesëm të lartë, modernizimi i kurrikulave, trajnimi profesional i mësuesve dhe zgjerimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në procesin arsimor. Referuar projekt buxhetit, ndër masat konkrete që do të zbatohen janë rritja e përfshirjes së fëmijëve 3 deri në 6 vjeç në arsimin parashkollor në 83% deri në vitin 2028, reduktimi i klasave kolektive në arsimin para universitar, sigurimi i transportit falas për rreth 35.000 nxënës dhe 13.500 mësues që udhëtojnë në distanca mbi 2 dhe 5 kilometra. Trajnimi çdo vit i rreth 50% të mësuesve të arsimit bazë dhe 100 të mësuesve nga diaspora. Nga ana tjetër, do të vijojë ofrimi i teksteve falas për 220.000 nxënës të arsimit bazë dhe 15.000 nxënës nga shtresat në nevojë në arsimin e mesëm të lartë. Sipas prioriteteve 2026-2028 të vendosura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, synohet rritja e numrit të nxënësve që vijojnë arsimin e mesëm publik nga 95% në 98% deri në vitin 2028. Ndërkohë parashikohet rritja e numrit të psikologëve dhe punonjësve social në 450 deri në vitin 2028, si dhe akordimi i bursave dhe mbështetjeve financiare për mbi 4.000 nxënës me nevoja të veçanta, përfshirë fëmijët rom dhe egjiptian, me synimin që ata të ndjekin dhe të përfundojnë arsimin e detyruar në masën 100%. Po kështu do të ketë investime në ndërtimin e infrastrukturës arsimore, laboratorëve të teknologjisë, mjediseve sportive dhe shkollave sipas standardeve europiane. Sa i takon arsimit të lartë, Ministria do të ofrojë bursa për studentët e ekselentë dhe ata në nevojë, si dhe do të mundësojë procesin e ndërkombëtarizimit përmes hapjes së programeve të përbashkëta me universitetet të huaja. Nga ana tjetër, në fushën e arsimit profesional, Ministria e Arsimit synon modernizimin e infrastrukturës, përditësimin e katalogut kombëtar të kualifikimeve dhe përfshirjen më të gjerë të sektorit privat në zhvillimin e programeve profesionale. Referuar projekt buxhetit, ndër objektivat për arsimin profesional 2026-2028 janë rritja e pjesëmarrjes në arsimin profesional në 20% deri në vitin 2028, punësimi i 68.5% të diplomuarve një vit pas përfundimit të studimeve, si dhe rritja e numrit të nxënësve nga zonat rurale dhe nga komunitetet rome e egjiptiane. Këto investime dhe reforma synojnë të rrisin cilësinë e arsimit, të përgatisin të rinjt për tregun e punës dhe të garantojnë mundësi të barabarta arsimime për të gjithë qytetarët si pjesë e objektivave kombëtare për periudhën 2026-2028.